Familjet dhe bizneset greke nuk kanë paguar detyrimet tatimore në një vlerë totale prej 3 miliardë euro në 4 muajt e parë të vitit. Numri i debitorëve u rrit me 470.000 dhe arriti në 4.242.507 gjatë prillit. Në përgjithësi, borxhet e vonuara ndaj autoritetit tatimor kanë thyer barrierën për 110 miliardë euro dhe janë ngjitur me 110.8 miliardë euro, nga të cilat 26.45 miliardë janë të pambledhshme, duke rezultuar në një borxh neto prej 84.45 miliardë euro. Nga 4.242.507 debitor, 1.594.218 debitor janë vendosur masa të detyrueshme për mbledhjen e borxheve. Në 4 muajt e parë të vitit, mbledhjet e borxheve të vjetra dhe të reja arritën në 2.9 miliardë euro me pikën referuese të vendosur këtë vit në mbi 6 miliardë euro. Autoriteti i Administratës Publike synon mbledhjen e të paktën 3 miliardë eurove nga borxhet e vjetra të papaguara të tatim paguesve. Gjithashtu, veprime ndaj debitorëve të mëdhenj mund të arrijnë vlerën në 700 milion eurove. Në të njëjtën kohë, mekanizmi i mbledhjes së taksave po ushtron presion mbi ata që kanë më shumë se 150.000 euro për të shlyer. Afati i shlyerjes është data 20 qershor. Vitin e kaluar, lista përfshinte 29.195 individ dhe persona juridik me borxhe totale që tekalonin 146.1 miliard euro. Gjithashtu, sipas planit operacional për vitin 2025, mekanizmi i mbledhjes së taksave do të vazhdojë deri në fund të vitit me një fshirje të borxheve të prapambetura ndaj autoritetit tatimor, duke hequr përkohësisht borxhe prej 10 miliardë eurosh që konsiderohen të pambledhshme. Pavarësisht përpjekjeve të përsëritura, ato kanë mbetur të pambledhura për vite me radhë dhe mbledhja e tyre konsiderohet e pamundur.